Dohet kishte të rinj se ata merren më shumë me pjesën e rrjeteve sociale, po janë shumë të zënë në mëngjes o Klev. Vrap punë, vrap shkollë, vrap nuk kemi çfarë të bëjmë. Do shohim nëse vajza që po vjen mund ta flasi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Rrjetet sociale e kanë forcuar më shumë marrëdhënien njerëzore apo e kanë vënë më në rrezik? Si mendon? Vënë më në rrezik. Pse? Se janë sociale nga emri, duhet të ishim socializuar. Mund të dalë më bukur në foto, ajo tjetrës del. Unë i bie ta vras kushurirën se Jo, po s'ka lidhje. Nuk po flasim thjesht a dukesh bukur apo jo. mendoj se i kanë ndarë njerëzit. Se kush po shef qefin e vet, se kush po shef jetën e vet. Ose shohim jetën njëri tjetrit këtu dhe s'takohemi. Pa, ja të pra po thosha xhelozia. Ai ka lek del më shumë se mua, këto gjëra ja. Foto bën dhe ti, ke lek, foto e bën ti? Nisi, një foto e bën, po varet se ku e bën. Tash mund të rregullosh edhe në ChatGPT, po prap. Ai e bën profesionale. Po, ai e bën profesionale. Ai merr profesionale, kjo është e keqja. Më shumë njerëzit, nuk kemi më si në fillim. Kemi pasur më shumë komunikim me njëri tjetrin, kemi pasur më shumë alegri, si për festa, si për gjitha mblidheshim bashkë, tani nuk ka më. Po është emri sociale, më duhet socializoheshim. Ti kam çuar mesazh në TikTok ose në WhatsApp edhe kaq. Edhe hajt ku ta ka çu se janë 6 rrjete tani, duhet i hapësh 6-ta. Po ja çova tash i bëj dhe me copy paste. Faleminderit. Më përpara shkon një veç e veç. Faleminderit, ditë të mbar.